Donald Trump ka ardhur me 2 mesazhe kur bëhet fjalë për raportet e SBA-s me Venezuelen. Në një intervistë e fundit, ai ka folur për mundësinë e një lufte, por edhe rreth regjimit të Nicolas Maduro. Në këtë drejtim, kur presidenti amerikan është pyetur nëse SBA po përgatiteshin për luftë kundër Venezuelës, ai është përgjigjur negativisht, por me njerë më pas, ai ka shtuar se ditët e Nicolas Maduro janë të numeruara. Deklaratat e tij vinë në një moment tensioni, pasi SBA ka grumbulluar njësi ushtarake në Karaibe dhe ka kryer mbi 15 sulme ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge. Sipas mediave ndërkombëtare, këto operacione kanë shkaktuar të paktën 65 viktima në javët e fundit. Nga ana tjetër, Nicolas Maduro e ka akuzuar Washingtonin se po përdor luftën kundër drogës si justifikim për të imponuar ndryshim regjimi dhe për të marrë kontrollin e naftës venezueliane. Tensionet mes dy vendeve mbeten të larta, ndërsa bota pret të shohë nëse këto paralajmërime do të shndërrohen në veprim. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegraf.com.